E zojmë shembull jena 3 shok. Tani njëri nga këto, njëri nga ne, domethënë njëri nga këto dy, vendos me ndryshu, fillon e thot, unë po ndjej, thot se kam qef meshkujt. Edhe s'po ndjej mo veten se nuk dreqin fe, po dreqin meshkujt. Tani ky shoku i tjetër i thot, për mas me lëndu, i thot, mirë ndiq ndjesit e tuja, thot vëlla, unë bështes. Unë për shembull, ja tham treq, jo, e ki gabim, ti je burr. Ti je burr, qenë të sene. Unë i tham vërtetën, qenë të sene, ka shplot rrut, jo king, hajde. Je rrana këto, ti je burr. Ti je burr, je të trajnë shplot rrunin. Tani, kush nga ne dy është mirë në këtij idealit? Ky që s'do mi lëndu ndjesit, apo unë që jem t'i lëndu ndjesit? Nësi dëni me ditë se kush është armiku kryesor i shoqërisë tonë, është ky djali këtu, që e din mrena vërtetën se ha gabim, edhe mundohet mos mi lëndu ndjesit. S'ka opinionin në zero. Tani ky djali këtu, ky prindri, ky që s'do mi lëndu ndjesit t'i djalit që thot se jam gay. Ky djali kur të martohet ky djali, ky të prodhoj fëmijë këqij. Se ky s'di me këshillu ky. Ky të prodhoj fëmijë këqij. Nëse dënë me ditë se kush është armiku kryesor, janë ato klyshat, sikur është ky djali që s'tregon të vërtetën. E vërteta njerëzve duhet më u thanë ftyrë. Njeriu duhet me jetu për të vërtetën. Kjo është njerëzia kryesore. Arma ma fort në këtë botë është e vërteta. Numër 1, e vërteta. Njeriu nëse dëni mi rregullu këtë problemet të njerëzimit, thojnë vërtetën në sy, let lëndohen për momentin, po ju shpëtoj jetën. E vërtet?